Në fshatin Stegopull, pjesë e bashkisë Libohovës, Anastas Çano 85 vjeç dhe Aleksandra Çano 75 vjeç kanë zgjedhur që edhe në një moshë të thyer të vazhdojnë traditën e hershme familjare të bletarisë. Prej shumë vitesh ata janë kujdesur për kosheret me blet, duke kthyer këtë zanat në pjesë të pandarë të jetës së tyre. Dikur përkujdeseshin për një numër të madh kosheresh, ndërsa sot për shkak të moshës mbajnë rreth 11 të tilla. Megjithatë, përkushtimi dhe dashuria për bletarin beten të njëjta. Ata tregojnë se bletaria është një zanat i bukur dhe i dobishëm, që kërkon durim dhe përkujdesje të vazhdueshme. Mas 45 vjet punë në naft, fillova punë me bletët. Dhe kam 20 vjet që merrem me këtë punë. Kam 20 vjet që merrem me këtë punë dhe më ka hyrë kaq shumë në qejf, sa më shumë se sa dëshira që kisha të punoja naft. Bletët një herë në radhë parë duan ruajtur nga sëmundja. Dhe kjo që bëj unë tani është për t'i mbrojtur nga varatoza, thonë, po morri i themi ne. Edhe bëhet në fillim të vitit, do të thënë në kohën që fillon bleta pjelljen për vitin e ardhshëm, do të thënë në janar dhe në shkurt. Mbas asaj bëhen mjekime të tjera, profilaksi sigurisht, që mos fillojnë sëmundjet për paralizën, për stimulim, për mykun. Dhe të duhet të dish që të merresh me bletët. Tashmë është kthyer në pasion, në dashuri për ju. Me pasion edhe unë në fillim mora një blet. Tash të marr një hajt. Po ajo që vitin e parë mua mu bë 4. Dhe aty pasaj unë fillova atë punën me vullnet të madh. Kemi punuar në naft, unë kam punuar llogaritare, ekonomiste. Ikëm pastaj në Tiranë, në 97-ën. Dhe menduam, tham, bëjmë një gjë në fshat të shtëpia e pleqve, kemi më lart shtëpinë e pleqve. Aty pastaj, një 10 vjet, tham, lidh, u morëm shumë me bletët, shtuam shumë, venim edhe në Majtë Malit, mbledhnim çaj. Të dy bashkë, burë e grua. Shumë gjë e bukur. Mu s'dija fare, u mora me burin edhe të dy pastaj mësuam. Njeri me të dy bashkë. Se është e bukur? Është shumë e bukur se të bën për vete. Të bën për vete. Kur e shikon që ajo shtohet, bëhet, pjell, shikon mbretëreshën. Kur shikon mbretëreshën, mundohet shumë, do të hapësh tërë kosherën dhe mund të mos e gjesh në moment. Do të hapësh pra për herë të dytë, ta fillosh në e para. Ka 10 krëra kosherja. Përveç pasionit, dy të moshuarit sigurojnë edhe të ardhura nga shitja e produkteve të tyre, si mjalti dhe nën produktet e tjera të bletës. Tani 10 kam unë, 11. Po harita deri në 50 koshere. Tani iku mosha vajta 85 vjeç, nuk i bëj dot më. Tani kjo do kujdes ta mjekosh njerë me ato mjekime që thashun. Do dhe kujdes se mund të sulmohen. Një blet që i ka mbaruar ushqimi, ajo sulmon tenton të futet e bleta tjetër të marrë ushqimin. Po njëkohësisht duan kontrolluar edhe për ushqim më përpara që ti ato që kanë konsumuar ti ushqesh, po duhet edhe ti ushqesh për stimulim që të shtojnë pjelljen. Sa më mirë është të ushqen tani me ushqim stimulus, që them ne, me shërbet sheqeri dhe me që blejnë në farmacira. Ne me këto blet jemi mbajtur, se sa do pensionet nuk janë, nuk harin. Dhe ham dhe diçka të mirë dhe atyre që ja u japim, u japim një gjë të. Tani po i bëjmë një profilaksi, një ilaç për variatozën. Edhe kemi ardhë Kastile për atë punë djerë, në pruriquni, se s'kishim ardhë që në nëntor që operova buklin edhe. Me këto fitoni dhe të ardhurat? Po, kemi fituar. Te shoqëria e fëmijëve. Kemi fëmijët, nusën e kemi mike, djalin mjek, dhe me thënë, edhe me shoqërinë e tyre e shesim. Për brezin e ri ju themi edhe tonëve, se i kam besat, i kam të mëdhaja, nipi goxha, por nuk kanë shumë qejf të rinjtë. Kjo është e keqja. Çfarë këshille keni për ta? Fëmijët duhet fillojnë të punojnë që të vegjël. Edhe duhen stimuluar në një çik. Puna është shumë e mirë dhe të nxjerr. Mua më vjen shumë keq për ata pensionistë që kanë ikur në fshati dhe i shikojnë në Tiranë lozin domino. Edhe thonë nuk na del pensioni.
nuk na del kjo, nuk na del ajo. Por njeriu pse ta lësh fshatin? Fshati ka klimën, fshati ka ajrin, ujin, çdo gjë që po prodhove diçka bio, është gjëja më e mirë. Ata kanë edhe një këshill për brezin e ri, ti përkushtohen më shumë këtij zanati, i cili jo vetëm ruan një traditë të hershme, por ofron edhe mundësi të mira për të ardhurat dhe punë të ndershme.